Kuvendi ka miratuar ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, të cilat heqin përjashtimin nga TVSH-ja për dërgesat online nga Temu dhe AliExpress, me vlerë deri në 22 euro. Ministria e Financave njoftoi se qëllimi i këtyre ndryshimeve legjislative është forcimi i ekonomisë vendase, mbështetja e kompanive vendase dhe krijimi i vendeve të reja të punës. Sipas tyre, zbatimi i ndryshimeve pritet të ketë efekte pozitive të drejtpërdrejta në ekonomi dhe në operacionet e kompanive vendase. Siç njoftuan ata, me heqjen e përjashtimit, rreth 4 milion denar në muaj, shuma e xhiros në platformat e huaja online në periudha të caktuara do të ridrejtohet në ekonominë vendase. Këto fonde do të ndihmojnë në rritjen e kompanive vendase, krijimin e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e kushteve dhe pagesave të punonjësve. Ky ndryshim përfaqëson një hap të rëndësishëm në mbrojtjen dhe zhvillimin e ekonomisë vendase, veçanërisht në kushtet e globalizmit intenziv dhe rritjes së tregtisë digjitale. Për më tepër, nga Ministria thonë se modeli i ri do të kontribojë në uljen e ekonomisë informale. Sistemi i mëparshëm lejonte apozime të mundshme, importimin e madhrave të përjashtuara nga TVSH-ja që më pas shiten në tregun vendas. Zgjidhjet e reja ligjore parandalojnë këtë praktikë dhe sigurojnë një mjedis tregu të drejtë dhe të kontrolluar. Ata theksuan se kostoja e llogaritjes dhe pagesës së TVSH-s nuk do të mbulohet nga qytetarët, që do të thotë se nuk do të ketë ndryshim të çmimeve për konsumatorët fundor dhe masa do të sigurojë konkurrencë të drejtë midis dyqaneve online, vendase dhe të huaja. Ministria e Financave po ashtu deklaroi se me miratimin e ndryshimeve, shteti po dërgon një mesazh të qartë mbështetjeje për kompanitë që krijojnë vlerë të shtuar, investojnë në zhvillim dhe krijojnë vende të reja pune në vend.